jini gjithë ushtarët e Edit, e të Belindes kur do të vota për të marrë pushtetin. Në këndbim të saj, sot, as Belinda, por dhe Edi më vonë, po edhe ai fili oficeri të boteti që du të ishte këtu, të mbrote ju, sot baban me dorë në parlament dhe votën kundra. Një populli, po i hoqë autonominë, se kjo quhet bashkim me Borrellin, po fatkeqësia, kur shkrihet bashkia hiqet autonomia. Autonomia është gjëja më e shtrenjtë kushtetuese për mbrojtjen e një vendi nga ujë, nga mali e shumë gjëra të tjera. Po i hoqë këtë, ajo popullsi, ai vend bot plaçk tregu. Nuk ka asnjë lloj mbrojtje. Dhe kur bot plaçk tregu, qeveritar dhe përkarrike e shesin ujë, shesin malin, japin licenca, e bllokojnë popullin krejt, e detyrojnë popullin që të largohet emigrant apo të largohet nga zona e banuar historike. Ju a them këtë se luftë mas partisë, edhe unë kam qenë i djatë që në 90-ën për ndryshim në sistemit, dhe na kanë loth, egër, dhe sot të gjithin të se janë këtu, në masën 80% janë krejt mësues, punojnës, mirëmbajtje rrugë, e tjere, bashki dhe sot vinë për mbrojt një rrogë. U a them, sa të rrogë që hani sot, kini për ta vjell 20 vjetë mrapa, apo 30. Kur? Nuk jemi këtu për të mbrojt rrogën, jemi për të bërë një dëgjes publike për projekt ligjin. Të lutem një mendim të përmbledhur. Zonjë, mos ta kthem replik. Sepse ai projekt ligj, më falni sekond. Ai projekt ligj që sjell ti sot tu, nuk është projekt ligj që duhet diskutohet, a janë dakord populli as janë. Populli ka një përfaqësim një këshill bashkiak me kushtetutë dhe me ligj. Ai vendim i këshillit bashkiak është ligj dhe ai rrezohet vetëm me vendim gjykate. Edhe vendimi që merr parlamenti për shkrimje, edhe këshilli do shkruaj. Edhe vendimi që të marr parlamenti me shumicë kartona, që e keni dhënë ju, se ne s'e jepni t'jatit. Por ja dha ju se doj ka i vend punën për të shtruar. Sot atë vendim që të marr parlamenti të harroni se ka përshkuar në fund, se të atë gjykata kushtetuese, se kushtetuta është taksative për autonominë territoriale. Nuk mund të kthehet territori një populli, një bashkie apo një komunë si ishte Cipri. Kam luftuar dhe për Ciprin kur shkoi Cipri. Klosi i pita Hemut. Pse? Se si intereson të Cipri. Ja ki erë radhët e Klosi. Nesër do i vi dhe Borrellit. Dhe në fund e Tirana do të marrë vesh bashkia e Tiranës gjithë Republikën dhe mbrojt kryetari i bashkisë për Republikën e Shqipërisë. Me këtë nizm, me këtë organizim, me këtë qeverisje që ka bërë. Ja ka kam kryetarën këtu, e njoh prej vitësh, punon, por nuk ka që bën pse, se janë ushtar të kryeministit, po i tha kryeministit, po i kështu të o të mboj, o të largoj. Nuk qeverisë su, ajo përfaqëson një popull, si kryetar bashki, ka e votën e popullit, kur kryeministi thot bëj kështu, kjo du t'i thoj jo, hecë merre mandatin, ta dërzoj para popullit, se ja ka tha një popull. Nëse nuk zbaton këto kritere, atëherë ky popull nuk ka rrugë tjetër. O të largohet emigrantë që largu 60%, 70%, e thikin dhe kjo pjesë sepse do të kthehet shitja. Ja këto tokat që shihni, këto malët, janë me mira qenë e ugjër që presin t'i marrin për biznes, po jo që prak, t'i marrin të ujt, që kanë lajt parat të drogs, vinë bosh blokojnë qafën e Morrizës, blokojnë dhe këto kodrët e bukra krejtnesi, janë të kushtuese me shumë se sheshin Tiranë. Ato pastrojnë parat e drogs dhe rrethojnë kretë popullit mbyllet mrena, të ketë vetëm rrugën me hik për Tiranë. Nëse nuk ka përfaqësim, nëse nuk ka autonomi, është plaç shtreku, cili do i ve firmën e shet. Hidhu për pjetë, po deshe. Ne për këtë luftojmë. Faleminderit. Dhe
Një dhe një sekund, mos u mërzit. Jo, nuk mërzitemi, por Mos u do me një mërzit mendim tjetër sepse Mos u mërzit se këtë lafe në ngelin gjatë se ka rikën e ka vendosës, forim që atom në këne, një kemi shpresë ke gjukata kushtetuese. Edhe ma merë menja, se nëse të zbatot ligjin Shqipëri, gjukata kushtetuese, dhe arëzoj dhe 15 bashkit të i kthej, si që janë. Për kun rëzim unë shtonë dhe ma, se janë shumë të vleshme për të shtu. Faleminderit. Faleminderit ju.